Nena, një sherr ditëve të fundit ndodhi në klinikën tënde estetike. Çfarë u thua Klan Kosovës, gazetarës dhe në thonjë misit nga Istogu? Po, është e vërtet që ka ndodhur një sherr në thojza të famëllone. Janë gjonat planifikume për do personave që mbrana vetës mdojnë, po jashtë vetës e shprehin atë gjelozinë dhe atinatin që e kanë. Unë që ka di më thonë, mu më thonë që ky plan i tyne ka më dështu, 100%. Gazetarisë, Klani është një ekip shumë e madhe për me majt njerëz shumë të vogël aty. E kjo Miss Istogu që pëthojnë, e gjithë shka mundet me kanë veç mes nuk është, që s'kam që më merë me atë pjesë. Punon në një diskotek, por në anën tjetër shëtitesh me pick-up. Atë Po. karo standardi apo pse po ndeke? Është e vërtet, punoj një ndër diskotekat ma të reja që është hapë në Prishtinë. Jam shumë e kënaqshme me punën, është e vërtet që sillna me pick-up. Është mjet pune, punoj ditën, shkelqej natën, kështu që për mu nuk është naj kompleks pse unë voziti pick-up ose pse e përdori një mjet pune edhe për shërbimet mia gjatë ditës. Jetore dhe me një biznes tri pundohet, atë më na zbulu pak? Për çka bëhet Po. çfarë? Arsyeja nashta pse po voziti pick-up kohëve të fundit është se jam të hap një kompani të pastrimit gjeneral në Kosovë. Inspirimi jam është ish shefica jam në Zvicër, atje ku kom menaxhu edhe kom punu si menaxhere në kompaninë e saj të pastrimit. Ajo më ka inspiru, është ideja e sajna edhe besoj që ka me hecë shumë mirë. Ndreq ftyra ditën dhe i çmend njerëzit natën. Si e balancon këtë këtë? Krejt këto shujna 50-50, do me thonë ditën punojna për të mirë, edhe natën punojna për të mirë, edhe natën ka njerëz të mirë, shohum ftyra të mira, kështu. A mendon që je e bukur? A menoj që jam e bukur? Nuk menoj, jam e bukur. Atë prej 1 deri në 10 sot cilëson veten si e bukur. 5. E bukura, e mira nuk ka skej, kështu që unë jam e kënaqur me këtë bukuri që e ka. Nëse në fytyrat të njerëzve nuk le shenja, a le shenja në zemrat e tyre? Ka mundësi, kum lan edhe shenja, edhe gropa, kum lan. Pra pas ke lënduar një zemra. Me qëllim jo, po ka njerë që lëndohen edhe pa dashje. Kur je në klub, për çka të pyesin më shumë dhe a e vren që po të ngacmojnë? Po, ka ngacmime, normalisht, ka ngacmime, ka komplimente, po... Qysh i menaxhon? Qysh i menaxhoj me buzëqeshje, me mirësjellje, faleminderit. Cili është sekreti për të pasur buzë të mbushura, por jo të tepërta si premtimet e meshkujve? Thjesht me shku me një sasi natyrale, cila është prej 0.5, jo me agravu, me dalë diçka jashtë kontekstit fytyrës, se ka shumë njerëz që janë... Mos me marrë kajët kundërt, ka shumë njerëz që janë të pakënaqur me veten, ka shumë njerëz që kanë komplekse, po munen mi rregullu pa kalu në ato mu bo që thojnë krejt njëjtë, fasad. E te këto premtimet e tepërta të meshkujve? Te këto premtimet unë nuk besoj shumë Londra. Ka ndodhur ty shpesh? Ka ndodhur që kam premtu, po nuk është se i marr fort për bazë, unë shoh veç realitet, çka është edhe vepra. Për ty, cila është më e vështirë? Ta trajtosh lëkurën e dikujt, apo ti rezistosh dikujt që s'të lë rahat dhe që duket i bukur? Po, ka njerëz që s'lojnë rahat edhe që janë të bukur, po nëse ti ose unë jam me një lidhje, atëherë ti e ki shumë të lehtë me trajtu edhe mi dhon dhe nëse të pëlqen, atëherë e ndron kohjen. Çka u thu këtë atyre që të shojnë? Atyre që më shojnë, ata që kanë inati, Zoti ja vështoft, se pa ta nuk mujna me konë këtu ku jena, as nuk kena klikime as kur gjo, se ata që na dojnë, na thirrin telefon, nuk rrinë të na këshyrë në profila. Sa herë në ditë ti shoh? Në komunikacion, non-stop. Si të mos në Prishtinë, non-stop. Kështu me njerëz? Me njerëz, nuk është se kam qef mu shoh ashtu shumë. Me naj dast, me naj shoqe, po? Najherë, aty këto. Aty këto, okej. Shqip. Çka mendon që është luks? Luks, unë menoj që shneta pikapor është luks. Harmonia në familje me një shoqni të pastër të mirë, që ta dojnë të mirën, me hongër me pi, edhe tjerat nëse më varet edhe për personit që e koncepton. Po unë menoj se si bazë këto janë luks.
Ke qenë banor në firma VIP. A mendon që po të bëjë një ftesë në Big Brother Kosovës ose Shqipërisë do ta pranojë? Unë kamerat nuk i kam problem, jam e mësume me kamera, edhe jam njëri shumë i drejt për drejt, direkt, munona me konë jetë sa ma e sinqert, kështu që masi e kum provu një eksperiencë tillë, besoj që kisha mujt mu përshtat, kështu që për të ardhmen nuk e di. So shpesh merr mesazhe të nxehta në DM? Marr shumë mesazhe gjatë ditës, po nuk është se kam kohë shumë edhe mi lexu, mi kqyr, mi kthy absolut s'është që merrna me atë, s'kam kohë. E kam edhe një shoqe, Luaneshën tem Lindën, që e përshëndes, ajo merret ma shumë me rrjete. Okej. Kritikon shumë dhe ashpër. Çka të pengon më shumë në Kosovë? Në Kosovë më pengojnë shumë sene, nuk është veç një, më pengojnë shumë sene, mas shumë ti që ashtu më pengu kohën e fundit, që kum pa që njerëzit munohen mu kallëzu dikush që nuk janë, me thonë kanë fasadë shumë, shumë me sene bërgjë munohen mu kallëzu dikush që s'kan të bëjnë hiq me realitetin e tyne, dhe më vjen keq që gjeneratat e reja 15-14 vjetë që rriten edhe i shohin këto sene, menojnë se nashta në të ardhmen du të me konë qashtu, për me të respektu dikush ose për me dash dikush. Kjo është fenomeni kryesor që më pengon tani, ka shumë sene që nuk janë Pra rregull. ata njerëz që janë me dy fytyra, qysh mendon që ju hapet telefoni me Face ID? Ata nashta e kanë veç me numra ose me shkronja. Okej. Bravo, më pëlqej përditja. Si e sheh shoqërinë kosovare sot? Femnat edhe meshkujt nga një Drejt me thonë, unë e prej femnave nuk është se kam shumë përkrahje, nuk e di arsyen, se në realitet unë jam njëri shumë social edhe i dashtun, edhe për publikun, edhe për njerëz që hiq nuk i njo, po më prit e mirë t'jap dashni edhe respekt. Po në Kosovë nuk unë pas shumë përkraje për femnave, sidomos nëse nalna të pjesa e diskotekës, do me thonë unë rezervimet çka i bëj kom krejt mashkuj, femnat nuk rezervojnë të unë. E pjesa e shoqënisë, unë e kam një rreth të ngushtë, një shoqëni shumë të mirë, të shnosh, e nuk është se kam qef shumë mu përhap kështu me shoqëni, që kaq. Partneri i ëndrave tua, karakteristikat. Po, menoj që fillimisht me konë njeri edhe me pas frikën pej Zotit. Një njeri që s'ka frikë pej Zotit nuk besoj që mundet me mlanaj përshtypje që mu duk njeri. Me konë punëtor, pavarësisht çfarë pune e bën, po thjesht me dasht punën, me konë familjar, tjerat janë gjana që bëhen ose mundet edhe me ndryshu njeri të vetja. Me pas pare nëse s'ka i bojna bashkë, veç me konë njeri. E përmendë Zotin, do më besën sa. Shumë besoj Zot. A agjeron? Agjeroj. Okej, bravo. Faleminderit. Çka i thu vetës kërje para pasqyrës? Pasqyrë më i pasqyrë, kush është me bukra në komarant, si të ta gjyli. Okej, ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Në hanë, Okej. Kur është hera fundit që ke qarë? që kom qarë, par dje, Për? arsye personale. Okej. Kur është hera fundit që i ke thënë dikujt jo dhe për çka? Jo dhe për çka? Sa shoqes teme, se para se më ardhë këto, u dasht me prit, thash jo, heca. Puthja e fundit? Puthja e fundit para një muje. Okej. A keni mesazh për gjitha vajzat kosovare? Për vajzat kosovare, rreni vetvetja, mos kqyrni guqi, muqi, puqi, thjesht, mirë, elegant, hekurast, jo gjithçka është paraqitja edhe mu duk lloks para dikujna, jo gjithçka është me bo gjithçka për mu duk se dikush tjetër, punoni me punë arrijen krejt edhe ju uroj shëndet, respekt, dashni, këtë mirat. Nena, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Super.